tani me vërtet dua të shkoj të bëj pazar, sepse kam gjithë ditën që jam përgatit me lista me gjëra. Dhe sa i përket prankut, nuk është që u friksova dash shumë, që ta dish. Su friksova. Po, se mos me ato shprejsh. Në kemi ardhur te Big Market tek Olimpiku. Një ndër arsyet pse na pëlqen të vim te ky Big Market është sepse ka parkingun përballë dhe ne mund të bëjmë pazar për kokrën e xhepit. Edhe tjetë fundit, zamër, nuk merret kjo. O, truri dhe zërzia. Po e pistaqe. Do na i shje tjetër? Po, me krem, meri dy. Po. Po. Mi kërkes që kam patur shumë rrjetet sociale, sepse unë dhe Graciano për syfyr marrim këtë është ton me salcën e kuqe dhe me pasulja. Kërkesat që kam patur është që në shumë markete nuk e gjejnë dot këtë verzion, kështu që te ky bigu këtu e keni dhe e keni me shumë. Këtë vezë duhet marrë që s'keni vezën shumë. Sektori im i preferuar është sektori pa gluten. Unë të merr këtë. Unë të marr një kos. Kosi me vgalit. Se marrë vetëm një ti, unë s'kam goje, zoti mo. Në Alpi është fantastik. Të marrim pesto, Po? bolognezën, edhe këtë ta mor aty se të pëlqen me parmigiano. Jo, mos në qiri Ake. Ne tipik si ata njerëzit që kanë fillu palestrën edhe tash i kushonin proteinë. E marrin. Market të tua. Sot mja lën këti, është si mja lën kamerën një 2 vjeçar. Graciano. Graciano, sa më këtë. Djallëpe. Protein. Jo është shi si vendos, o zot si madh. Tale, pse çfarë do bësh ti më mençëm? Robi i organizon pak gjërat. Ua. Ja, shërbet? Sa buk? Po të kishte halla musteqe do të ishte xhaxha. Si ke ka me Loredanën? Nuk e di. Loredana më pëlqen. Graciano, këshyre bre, sa koka topi, sa koka jem. Sa koka. Pa. Ska moki. Na la lesht këtu. O zot i madh. Si e? Hajde. Mbaruam. Në qëfë se ka një gjë që unë dhe gjira vdesim, është të bëjmë pazare, kemi pasion këtu. Unë edhe anti-stres. Tu që këtu të Big Market tek Olimpiku, nuk ka gjë që nuk ka Big Market. Dhe ikim top, do mbarojmë qik pun, edhe më pas sonte do gjirojmë syfyrin. Yes. Shtu që son do të hamë syfyrin bashk. Bye. Hajde. O, zot falifli! Hello guys! Na ka kap iftari në makinë. Duke qenë se sot jemi detyruar të shkojmë punë, nga zemra do doja t'ju uroja të gjithë besimtarëve musliman, ju aboft Zoti Kabul, edhe falenderoni Zotin që jeni në gjendje ta agjironi, edhe gjithë mirat inshallah. Amin. Ne së bashku do shihemi në syfyr. Mëngjes. Unë jam çuar për iftar, edhe gjira është në gjumë, do ta bëjmë iftarin, edhe do ta sjoj pastaj. Okej. Okej, më qeti, shoqë.
Unë nuk ditëm të shumë herë kamerën dhe pse kam shumë e thjeshtë. Po bëj pak mëngjesi një herë, këtë qenë se jam për gjumësh. Bëj syfyrin. E knaqem. Shiko pastaj. Okej, syfyri është gati dhe do më duhet të shkoj të zyqjera. Eva. Hajde shpjell. Shpërfëllon tha që syfyri është gati. Ka vënë thjesht dhezët. Se në mbështu vezën. Veza ka protein. Nuk po shaj vezën. Ja pra, ky është iftari, kjo syfyri. E merr vezën, ja, si që kam vonën në ty. Merr dhe i kos. Po fut edhe 2 hurë mangoj. Në marrë punë. Do s'ta bëj sa. To këtë pijamët, po kështu për dekor i ndrodhë? I ndrova se ishin shumë të nxehta dhe kisha nevojë të ndrova. Të nxehta. Nuk kanë qenë rrot isha unë. Nuk ishi rrot isha unë i nxehti që isha vërtet. Na ka rezultuar shumë mirë si syfyr, sepse na mban goxha gjatë ditës. Zakonisht ne vazhdojmë, unë personalisht shtoj edhe avokadon që përgatis me limon edhe me vaj ullirë dhe kështu, edhe proteinë si kam filluar palestra. Kam lexuar gjithandej që është mirë që të paktën syfyri të jetë i bollshëm, që të kesh mundësi që të shkojë ditës, domosdoshmë që kanë punë të lëshme. Kjo është një ide, edhe do të pasojmë të shkojmë shumë. Është gjoni me diçka me shokë tjetër, çfarë? Do të shkojmë shumë. Sa qot ka gjumi, po. Sa i ke. Është talentume. Mirë pra, na boft mirë edhe ju boft mirë gjithë juve që do hajnë. Pafshim! Ciao! Mua!